bota e Barzahut. Bota e Barzahut unë besoj që tash ndoshta si ju këtu që jeni e si këta tjerë që po na ndëgjojnë në për rrjetet sociale, dikush mund të thonë çka ka që kjo Barzah. Tash kem me kuptu fjalën Barzah, çka nën kupton. Para vetës kam një punim që realisht i ka të bu 76 pyetje dhe ju është përgjigj këtu në 76 pyetjeve, që besoj që se cila pyetje për këtyne pyetjeve neve na intereson. Edhe shpesh herë unë si hoqë flas, ka momente kur pyetemi për xhamatlive, hoqë, çka është kjo, çka kjo, çush është jeta në Vareza, ç'a bëhet në Varr, a i ndin të gjallët, a i ndin të vdekurt, a bisedojnë, a zbisedojnë, a shkojnë, a shkojnë, ku shkojnë, tek shkojnë. Kretë këto përgjigje, inshallah ta'ala, bashkarisht, kena me i mësu, nëse bëni, do të thotë durim. Kemë mundu se cilin ders, s'paku me i marë, ka 5 pyetje. Pyetja e parë, ose para kësaj se me fillun këtë si me abon një hyrje të vogël, njeriu dashurit e mi, njeriu Allahu ka caktu që me kalu në për etapa, në për disa botra. Është bota e kuj, bota e parë, kur njeriu është në kurizin e babës vetë, hala pa dalë në dynje. Disa e qujnë thënë alemu dherra, bota kur njeriu është hala është në korizin e babës vetë. Pastaj është vjen bota tjetër që bota dhe të thotë në mitrën e nanës, që është botën veti, dhe subhanallahu el-adhim e bo me marë me analizu, e shethush subhanallahu el-adhim, i lartë madhrum qoftë Allahu, i cili e krijoi njeriu në kaq përsosshmëri. Qysh ka mundësi një foshnje, një fetos që i thojnë këtë gjuhën e mjekësisë, në mitrën e nanës me qëndru 9 muaj ditë, edhe me shku të zhvillu. Njëherë niset qysh, gjak një pik ujë, pastaj gjak i ngjisur, pastaj çka? Gjak me kock me asht, pastaj nis me e marr formën sikurse një kokër e pasulit. Pastaj pi asaj nis njeriu mu zhvillu, i dalin syt, durt, kënd, goja, hunda, vesht, shkon turi, deri sa vjen një moment prej aty hit me dalko në këtë dynja. Dhe ajo është botën vete, është apëton. Edhe pse na nuk e kuptojmë atë botë, po hikmeti i Zotit ka dasht, ka vendos, që ajo me qenë në botën vete, është botë dhe është e pamohueshme, edhe në atë botë ka gjallëri, ka jetë. Pastaj njeriu del në dynja. Kur del në dynja, ka edhe një jetë në këtë dynja, jeton sa është caktuar për ta. Pastaj vjen vdekja, fillon çka pas vdekjes çka? Jeta e Barzahut. Jeta e Barzahut, jeta në Vareza. Po është e përkufizuar veç jeta në Varr apo është ma gjanë, kemë me kuptu bi'idhnillahi ta'ala. Pastaj pas jetës Barzahut çka? Është ndodhia e kiametit. Dalja para Allahut me jep llogari, edhe tani përcaktohet kush është për xhennet, edhe stacioni i fundit xhenneti apo xhehenemi, Zoti na ruaj prej tyre. E na këto këtë kemë i trajtu bi'idhnillahi ta'ala në formët e pyetjeve që kemë i bë inshallah ta'ala. Pyetja e parë, mel Barzah. Çka është Barzahu? Çka është Barzahu? Çu ta kuptojmë fjalën Barzah? Autori thot البرزخ في اللسان العرب هو الحاجز بين شيئين. Thot Barzahu në gjuhën arabe ka për qëllim një barierë, një gjë që ndan mes dy gjërave. Një gjë që e ndan mes dy gjërave. E çka ka kjo ndarja mes dy gjërave? Ndarja mes dynjas dhe çka? Ahiretit. Për atë Allah subhanahu wa ta'ala, që përmend në Kur'an, do të thotë fjalën do më thonë Barzakh, përmendën në Kur'an në disa vende. Thot Allahu te baraka wa ta'ala në surën Furqan ajetin 53, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim,
وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. شو برزخا وحجرا محجورا. Thot Allahu te bareke ve taala, ai Allahu la të lirë të bashkohen dy dete. Ku njeri është i pishëm e i shishëm, e tjetri është i njelmt. Është i njelmet e i idht, e mes tyre thot bëri një çka? Një pend, një penges, një gjë që e ndon edhe ato në dyjat nuk përzihen. Tash, që të ajat kur e ka lexu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kohën e vet e kanë besu sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. S'ka shybe, edhe këtë musliman. Po në zemonin ton, na çka këtë ajet na shoqërojnë shumë po, me që besoj shumë për juve, keni po në për rrjetet sociale kur e qet atje detin e ëmbël që i thojnë pa flasë këtë standardin e gjuhës tonë, edhe detin e gjelbt e shef, subhanallah el adhim, thush, subhanek ja rabbi, nuk përzihen. Shkrujen nëse se ki po, lypen e për rrjetet sociale, ki me gjetë vitën me po, uj i gjelbt edhe uj i ëmbël nuk përzihen. Edhe delën pa fjallë Allah subhanahu wa ta'ala. Pastaj Allah subhanahu wa ta'ala në surën Ar-Rahman thot, marajal bahrejni yaltaqiyan bejnehuma barzakhun la yabghiyan. Thot Allah te bareke ve taala, Allahu azza wa jall i ka të lënë të lira dy detet që mos të takohen, mos të përzihen, por midis tyre ka bën një pengesë, domethënë barzakh, pengesë që nuk mund ta kapërcejnë. Çka është e dashur jam, çfarë po don ky autori me na thonë ato, po do të ka thënë ty dhe mu, sikurse Allahu që e ka lënë ujin, a e mohon dikush ujin që a mundet me dalë dikush tash në thonë, valla nuk ekziston uji i ëmbël e uji i gjelbt. A del farbudallë, po ka tuli farbudallë, ja i bën rrjetet sociale veç thosh Allahumma sallim sallim. Njerin pleshni, një kom ndërdhe, e një mbi dhe, kërë ndin të fola, o ta në thush, aman ja rabbi, qëfar miskini, edhe në aty po, këta budallë që po dali pa pare, pe tregoj budallakine të ne. Edhe, shpërdarja e këtyre viteve, veç po në ashtu në bindje në ma shumë se duhet dikush me hinë gjehnem, o i dashur, ja, gjehnemi, duhet me hinë dikush gjehnem. Përsana Allah ka kry gjennetin edhe, gjehnemin edhe ani sa i bën hajgare, kush e kështu, ani haji baba kung fu, hajti, se të kalzojle ty, kur të vjen melekul maut ki me marrë veshti, e ki me kuptu bi'idhnillahi ta'ala, a ka pas gjennet, as ka pas gjennet, a ka thonë vërtetën hoxhalart, a ka rajt hoxhalart, hajt se të po presim edhe ti prit, ty komentar vdekja edhe ne komentar vdekja, edhe tani kem me po realitetin e botës tjetër, se njeriut kur ti vjen momenti me jep shpirtin, ty e jep shpirtin i heket perdja, s'ka pse që ajo perdja, që kjo perdja e bërzakhut. Allah thotë në surën Qaf, fe keshefna anke l'ghita'eke fe basaruke l'jome hadid, thotë ne ta largojmë ty perden. Momentin e vdekjes në rëti largot perdja, do më thonë, janë nisë me po qka? Sende që s'ka po, fa hoq, i ka hap syt, po dojmë i dal jash syt, i dalin, se kur është melekul mautin, që shka në hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë dynjaja, në synin e melekul mautit, melekut vdekjes, ka thonë, është si kurse pijata në syrin e të uriturit që dënë me hongër, a ki pa një pijat që e ki për para, që ashtu është dynjaja, jo njeri, para vedu tash njeri. Për balkuj, melekul mautit kër e shao dhe pas, ka tani. Për atë Allah subhanahu wa ta'ala ka vendos, do më thonë aspektin gjufësor, berzakh është diçka që ndonë, diçka që i bën barierë mes dy gjërave. Ndërsa në aspektin shariatik, kuptimi i fjalës berzakh nën kupton jeta që vije pas vdekjes, që është jetë, pastaj vjen ringjallja dhe llogaria edhe përcaktimi xhennet ose xhenem. Allah te bareke ve taala që e thash këta miskinat që po thojnë ku ka bre bot tjetër, ai provat e xhallara, ku e besojte e patat sharlatanin e këtyre ditëve. Se ndal ta se ta gazetarët s'kan punë tjetër, apo për lajka me mors aty me lajka. Sa më shumë hin view sa hin aty edhe bojnë lajka, aty aty hesapit, asaj llogarisi s'kan konta diçka, edhe dalin për lajka, deli xhen çështja e miskin këta në shkret vallahi billahi apo. Kur e ndin një njeri subhanallahu që i ka kalu 60-at, edhe mohon Allah subhanahu wa taala, edhe përçesh fen Allah subhanahu wa taala,
Ama këta njerëz, wallahi billahi, se fjala Allahut është hak, që thot Allahu në Kur'an. Hatta idha jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un. Thot do njerit prej tyre i vjen vdekja. Thot o Zot, thot kthem Zot. Pse më kthy? La'alli a'malu salihan fi ma tarakt. Që ta kompenzoj ato që e kom lënë. Ta kompenzoj ato. Sa thot Allahu? Kalla innama hiya kalimatun huwa qailuha. Kurse si të fjalë, që të i thonë, wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Thot e pas vdekjes, Allahu thot, e kanë jetën e barzakhut deri në ringjallje. Do të thonë, barzakhu është i vërtetuar se është botën vetë edhe sipas Kur'anit. Kjo ishte domethënë dashurit e mi, sa i përket kësaj pyetje. Vjen pyetja tjetër për saj më herë. Hal al-imanu bil barzakh? A është imani në barzakhun, besimi në barzakhun dhe ngjarjet që ndodhin në to, pjesë prej pjesëve të besimit në ditën e fundit? Pa dyshim se po. Barzakhu hyn te kushti 6 e imanit. Cilat janë kushtet e imanit? Kush i din? Kush i din 6 kushte hadis arkam? Po? Pes. E 6-ta? Për para kena pas do hoxhallar të mirë, Allahu në xhennet i qoft. E kena pas do gjyshe të mira që na kanë thënë me i tepe kanë mësu amentu billahin. Ka thonë amentu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhirihi wa qadari khairihi wa sharrihi. Wal qadari khairihi wa sharrihi min Allah Ta'ala. Që ashtu mësu ky hadith, subhanallah. Ka thonë besimin në Allahun, melajket e tij, librat e tij, pejgamberet e tij, ditën e fundit, që kiameti, edhe caktimin e tij, qoftë i mirë dhe i khajr, qoftë i mirë apo i keq, që vjen prej Allahut subhanahu wa taala. E besimi në barzakh është pjesë prej pjesëve të besimit në ditën e fundit. Barzakhu, dashurit e mi, çish e ka përshkruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Edhe ka argumentuar se pjesë prej pjesëve të besimit të ditës së fundit. Thot ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwalu manazil al-akhirah fa in naja minhu fama ba'dahu aysaru min wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vari është stacioni i parë i ahiretit. Stacioni i parë i ahiretit. Nëse thot njeriu në varr shpëton, çka vjen pas varrit do të jetë shumë më e lehtë. Nëse thot në varr nuk shpëton, do thotë ndeshkohet, çka vjen pas varrit do të jetë edhe më e vështirë. O dashurit e mi, na shpeshherë po gjindosemi edhe po si thonë po dalim prej edhe ose pe harrojmë ato çka tu na prit, çka tu na ardha, u thot. Vdekja është realitet. Nuk mundet me muhu dikush prej njerëzve që ka men në kry ato. Ajo ka me ardhë, Allah i ka thonë dashurit ti, habibit ti. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Ka thonë ti o Muhammed ke me vdek edhe ata kanë me vdek. Ti ki me vdek edhe ata kanë me vdek. A kujton që kimi pështu vdekje sa? Ama që kanë kuptu këto fjalë, edhe këtë koncept që kanë kuptu sahabët e pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, një prej tyre Uthmani radiallahu anhu. Uthmani sa herë ka shku në Vareza, qyre që du të njeri me hinë Vareza, edhe qyre që shkojmë në Vareza, edhe bën krahasime dhe tani që ka mbet me thonë, o zot falna, o zot drejtona. Uthmani do të kur ka hinë Vareza, sa ora afrut të një varja ka nis me kojt. Ka nis me kojt. Thot kana Uthman ibn Affan idha waqafa ala qabrin, thot kur ndal thot Uthmani para varrit ka nis me kojt. Thot derisa mjekra e tij u ka bë çull prej vajit.
Faqila lahu, i kanë thonë, pe kujton xhennetin, pe kujton xhehenemin, s'po kanë. Ndërsa në këtë gjendje do të paravarit po kanë, pse? E ka lexuar Uthmani çet hadith që e përmendëm në më herët, ka thonë innal qabra awwalu manazil al-akhirah. Vari ka thonë stacioni i parë i ahiretit. Nëse aty robi e gjen mirë, pastaj vjen edhe më mirë. Allahu na i mbush zemrat e moni, ya rabbel alamin. Pyetja e radhës tjetër që vjen thot halil qabru huwa al-barzakh, tash dikush thot mirë hoxh, vari ako ka vari barzakhu apo është diçka barzakhu më e gjon se vari? Dëgjoj tash përgjigjen. Dije thot rahimakallah, dije Allahu të mëshiroft, en al-qabra, vari thot është çka i ndodh njeriu pas vdekjes, çka njeriu kur të vdes, çka varroset në varin e tij që e ka. Ajo është vari është pjesëve të barzakhut. Thot لأن العالم عالم البرزخ لأن العالم البرزخ se jetë bota e barzakhut, thot bota e barzakhut është më e gjonë, thot se vari. Thot dakhalahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ra fihi ajaib. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pa botën e barzakhut. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pa botën e barzakhut edhe ka pa çuditëra të mëdha ta. E ne inshallah thot kemë me qartësu këtë çështje në pyetjet kur vinë më vonë në vendin e tyre. Por se thot pse është quajt barzakhu apo fjala var e ka mujt barzakhun, thot se kjo është gjëja e parë që në shumicën e njerëzve domethënë ndodh kur thonë ka varroz, jeta në vareza thonë. A thonë jeta në vareza? Jeta në vareza për çfarë për qëllim? Është jeta në barzakh, nuk është jeta veç në varr. Po, a ka jetë në varr? Po ka. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot leysa min al-insani shay'un illa yabla. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çdo pjesë e trupit njeriu në varr thot tëretet illa 'adhaman wahida. Allahu akbar. Thot përveç një ashti prej ashtave që nuk tëretet. Çka ka ajo? Ja Rasulullah, wa huwa ajbu dhanabi, është kërbishti që i thëmë na bishti, a ki po na i thëmë bishti, a i thëmë kërbishti në Shqip i thëmë. Sot dashurit e mi qëtë kërbishti që pe ka përbet pejgamberi s.a.s. në hadith, sot mjekësia bashkohore ka vërtetu thot se njereu kur të vdek këtë qeliza të trupi vdesin, përveçin kërbisht thot mbesin disa qeliza pa vdek. Dëgja Allah së kry hadithi. Wa minhu, thot që pejgamberi s.a.s. thot wa huwa ajbul dhanabi wa minhu yurakkabul khalqu yawm al-qiyamah. Thot pejgamberi s.a.s. prej kërbishtit njerëz do të ringjallën thot për ditën e Kiametit. Ka anë transmetim tjetër në hadithin e Imam Muslimit, se ky në hadithi i parë në koleksionin e Imam Buhariut. Hadithin e dytë tash i duam e përmend në koleksionin e Imam Muslimit me një ndryshim. Pak në tekst ku thot kullu ibn Adam ta'kulu al-ard, këtë bita Ademit i han çka toka. Këtu kur thuhet i han që të gjithë e ka për qëllim shumicën. Pse se trupat e pejgamberëve si han toka, trupat e dëshmorëve si han. A e të kuptu? Këto kanë anë hadithe. Po shumicën e njerëzve dheu do më thonë toka i tret trupat e njerëzve. Illa ajbe dhanabi, për jashtim thot kërbishtit, minhu khuliqa, prej kërbishtit thot është kriju njeriu, wa fihi yurakkabu, edhe prej ti apet fillon krimi për zot nesër ditën e Kiametit. Thot wa tabqa ar-ruhu fi an-na'imi aw al-'adhab in ila an yasha Allah wa sa'ati bayanu dhalika insha Allah. Atëherë thot shpirti vazhdon me i gëzu begatit apo edhe dënimet, po këtu duhet me bëni sharrim, edhe ky sharon mande në pyetje, po në përbëj sharrim çdo mos mu kesh kuptu se është një diskutim që qarkullon në për rrjetet sociale, mundën me ndëgjutat, a dënohet veç trupi a shpirti? Jo, besimi i drejtë i ehli sunnetit është se edhe trupi edhe shpirti edhe e përjeton kënaqësinë edhe dënimin. Tash dikush thot po mirë, hadithi po thot çka? Çdo trup i njeri tretet apo?
Kjo është botë e fshehtë dashurit e mi. A ka kudret Allahu fuqi që edhe pasi që o tret trupi, Allahu me bo qatë trup me ndi azab, me bo me dyshu dikush në qëtë pun, falu sa të dush se qaferje, sa të dush falu këtër. Se kudreti Allahu të është një ba, që unë vesh një shembull të vogël për të jepi. Shembull që Zoti na ka jepë në dynjë me I kuptu gjërat. Kur e thënë komën ti, pse dhe më koma? A dhe më ashti, a dhe mishi që e këtim. Kush dhem? Ashti dhem. A dhe më ashti. Logjik, veç pak me logjik. Edhe pse këto gjëra s'ban me ndërtu mbi logjik, me thonë, jo, Allah, logjik. Jo, bota e fshet, tash kem me kuptu në pyetjen tjetër, qysh mundem me kuptu botën e fshet? Na piçkafi, cëtë dion rrugë që na qartësojnë botën e fshet. Për atë arsye, dashurit e mi, o përdor, thot, fjala qabr varr në të kundërtën e berzahut. Pse? Se ajo e ka mujt, se përdoret në përgjuhët e njerëzve, që shtojnë, ka vdek filone, hajde shkojmë të varosim, walla tash e ka jetën në vareza e ka. Ama për qëllim o jetën në vareza, nuk o për qëllim veç në varë, se berzahu është ma I gjënë se ajo. Për atë arsy, duhet një gjë që tash na sharon kë që I ka të buk të pyetjet edhe përgjigjet autori. Thot mos haro, thot o lexuesi nderuam, enne hunaka unasan yamutuna wa la yudfanun fil qubur. Thot ka njerëz atje që vdesin edhe nuk, tash ky po don me argumentu që jeta e berzahut është më e gjollë se varri. Qysh? Thot se ka njerëz që vdesin, njoni vdek se e gërsirat e hajnë, del për shdoj më shkëtire ka pilanat e hajnë. A ka varë kë? S'ka varë, se e kanë hongë lanat. A I tjetëri del në deti, më përshkaqeni. A I tjetëri shpërthehet kallët në një vend. Por se, gjitha këto, do më thonë, Allahu subhanahu wa ta'ala, qka? E bën që edhe ai që o kallë, edhe ai që o hongër, edhe ai, Allahu subhanahu wa ta'ala është qadir, mundësia e tij është absolute, që me kthy trupin atij personi apo ton në jetën e berzahut, edhe me ndi kënaqësinë edhe dënimin. Se na e besojmë përderisa ti shiqej veç njeriu, krijimi I njeriu është vetë fakt, s'ka fakt më të madh se krijimi I njeriu. Pini cop ujë vëllai janë që me bë me tron tesh çaj sperm, me tra ty në tesh, që është me njerë me shku qka, me pastru, apo a gërditesh, e jotja ajo është ti gërditesh për saj. Për që asaj ka fillu krimi, për që asaj fillon, që ajo është sebeb, që Allah e kryon njeriu në mitrën e nanës krijohet njeriu, që ka shumë e thjesht. Pse, kush është pas kësaj? Kush me bon tona të precizitet? Qysh po vjen tona jo? Është aja Allah subhanahu wa ta'ala, që është krijuesi I çdo gjëje. Për ma shumë, për ma zhënemisht në këtë pyetje, inshallah kemë pas pyetje tjera që kanë mu sharu këto. Për atë arsye se unë e harova fillim me thonë, sinqerisht kom thonë disa, apo të duhet me veri përsërit. Si erdhet shumë, si erdhet pak mu mbarësi islame rroga mbet njëjtë. Në aspektin e dunjas kur gjë sfitoj. Ama kisha pas dëshirë, po duhet të thirrje që mundësisht më mundu mos me ilon me të ik pyetja për pyetjes. Se jonë të ndërlidhura. E besoj që se cili ka interes edhe nësë kemë me zot inshallah ta'ala shumë. Sa ka kalu? Sare? 26 minuta. Edhe 2 pyetje dhe përfundojmë. Pyetja e radhës thot, si me kuptuna? Që është shumë interesant. Thot, si me kuptu çka ndodhi në ngjarje jetën në berzah? Jetën e berzahut, në botën e berzahut, në jetën e varezave, çush me kuptuna, çush me marrë vesh, apo ndodhi diçka atje? Jo si këta sharlatana do që kenë, Allah, që to, që çfarë e mendje e ertë, jo e ertë, po në terë e gjysa, po talë, para me doli djeri me thonë, që 2 dje, që akije, ta basaj, a I shkredi, po talë, dhejnë 30 vjetë, s'merë vesh as shka është, mbas 30 vjetë, o, bule mu martu, o, bule me bo shpi, hala, si te bo shpi në mirë, ta dëlvjalizmë, kur te kap sheqeri, top, mbas sheqerit zotin arruj qëfar kolesteroli, mbas kolesterolit qëfar vena ty në zot, veç kër e shebele këllmotin, hajde papa,
u kry. E pat kjo puna, e që ky sharlatani, thot që kjo jeta në këtë dynja, maro i shkret. Allahu subhanahu wa ta'ala e ka përshkru jetën këtë dynja, li jebluakum ejukum ahsenu amala, mi ju provu, mi ju këshyr, cili për juve pa ma vepër mirë, dynjaja o mu provu, kush po bën punë më të mira, ose së të ndërë kush po bën të këshia, darul gjëza, shpërblimi, është jaumul akhira, në botën e amshushma, shpërblimi, atje e mori vesh. Unë e di se për të përi përsëris mundet dikush më talë me fjallë tona, e me nxirë besht fjallëve tona, e me akuzu. Ani, vazhdo. Wallahi na kena me prit me ju. Wallahi billahi dita kiametit ka marrë. Wallahi kem me qëndru para Allah subhanahu wa ta'ala. Nuk na vjen mirë, askon me po, që kem gjoftë se kem gjoftë, nesër tu dënu në gjehenem, por disa njerëz po dojnë mu përcaktu për gjehenem, e bëjshit me shnet gjehenemin, e mos o tut nëse kam ju nëzun ball, ka vend ball, se nesër nitën e kiametit, që këtë gjehenemi, i thot Allahut, e Allahu e ka regjistru në surën ka thonë, helmin me zid, a ka hala, a i lyp, thot, a ka hala, para me ndo, ka në hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nesër nitën e kiametit, Allahu thot, disa njerëz e kanë adhuru dillin, i thot Allahu me lojkeve, merë një dillin, futin në gjehenem. Kjerët e kanë adhuru honën, merë thot edhe honën, futin në gjehenem. Por me kalësu se ata që në konë për mu adhuru. Para me ndo, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më konë një ditë të ndajt dashurit e mi, që s'futu me përshpejtu se na kena me folë edhe për gjennetin dhe gjehenemin, zanimisht kena me folë kur të krymë këtë liber. Se kem thonë, kjo rukëtim ka më konë një gatë, logaria, rinjallja, hesabi, tani gjenneti qka, gjehenemi qka, veç për përbendin një hadith me ka thu qa gjehenemi. O konë të ndajt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam qështu nana, si këto bombicat që i thoi këta Gjakova e tjerë, da i thoi peja petardet, si shta shapë, që po dhije dang, dang, të kërsita, o ndini kërsim. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë sahabëve, e ndit kërsimën? Ka po. Ka thonë para 70 viteve e kanë marrë, kanë shu një guri për i fillimit gjehenemit, mbas 70 viteve sa të bëritin fund saj. La ilaha illallah. 70 vite rrugtim ka bo një guri me bo për me mbri në fund gjehenemit. Allahu na ruaj zjarë me gjehenemit, ja Rabbel Alamin. Qysh mundem tash na me njoft çka po ndodh në jetën e varezave, çka ndodh në barzakh, cila është rruga neve që na tregon? A ka rrugë? Po, i dashur jam. Dije se Allahu subhanahu wa ta'ala ka bo Allahu te bareke wa ta'ala i ka vendos disa regula kosmologjike. Ka vendos regula kosmologjike. E ndër regullat kosmologjike jonë të Allahut subhanahu wa ta'ala është edhe bota e fshet. është bota e dukshme edhe bota e fshet, që tashma andej kem me spjegu ma shumë, po veç po du me bo një hyrje. Allahu thot, alimul gajbi o shahada. Allahu është i dituri i të fshehtës dhe të dukshmes. Bota e dukshme është kjo botë që ka na përshojmë këtë univers, që është kjo bota e dukshme. Kjo nuk o gajb, kjo alemu shahada. Alemu shahada, bota e dukshme, e shë universin, e shë token, e shë detra, e shë male, e shë pyje, e kështu më radhë. Edhe në të jetojmë, edhe na mundem me sytë tonë me i po këto, qa gjindën në këtë univers. Edhe mundem i këto, do të thotë, me i trajtu, me qka? Me shqisat tona. Ndërsa, sa i përket botës e fshet, është botë që njerëz, sa jo në dynja së munden me e pa me sy. As nuk munden me shqisat e tyra ato me, qka me shiu. Por kjo botë ndahet në dy lloje. Bota e gajbit ndahet në dy lloje. Është, i kanë thonë ulemat e akides, thojnë gajbun nisbi. Gajbun nisbi. Bota do të thotë e fshehta relative. Çfarë nën kupton e fshehta relative? Relativisht do më thonë është e fshehtë, nuk është e mshef me krejt. Qysh kjo çfarë nën kupton do më thonë e fshehta relative? Është ajo çka insani, njeriu, sa më shumë njeriu e zgjeron thot rrethin e shkencave dhe diturive, mëson, as shumë arrin dhe mëson diçka nga ajo çka në të thot Zoti i ka vënë dispozicion njeriut
këtë hapësirë derisa ai ta kupton se Allahu subhanahu wa taala është hak. Ai ke ditë na krejt çelët? Jo, vallahi, me dije ti të mësu shkon i mëson apo? Ama kush të bëri ti me mësu? Çata Allahu subhanahu wa taala tash dini bisedën mes Allahut edhe me lajkeve kur Allah e ka kriju kan Ademin alayhis salam. Thot wa allama Adama al-asma'a kullaha. Pasporti Allah subhanahu wa taala çka I tha me lajkeve? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Ata I than qala tajalu fiha ma yufsidu ayati god. Pastaj Allah çka kërkoi tha? Allah subhanahu wa taala tha, më tregoni për këto emrat e gjësendeve. E lajket çka than? Na nuk dim përveç ato që na ke mësuar ti. S'dim më shumë. Atëherë Allah thot jam mësoj Ademit alayhis salam emrat e gjësendeve në këtë dynjë ai thurësh. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikati fa qala anbi'uni. Allah jam mësoj Ademit gjësendet krejt. Çajon pastaj tha melekëve, më tregoni ju për këto tha. Ata tha s'dim. Atëherë Allah I tha Ademit, tregoj çka janë ato. Ama Ademi për çka ti mësoj? E mësoj për rrugës çka? Dijes që është për dijes Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu ja inspiroja dija Ademit alayhis salam. Ja mësoj, do më thonë, njeriu sa ma shumë e zgjeron rrethin e shkencave dijes, I mëson të panjohurat. Sa Allah subhanahu wa ta'ala që atot në Kur'an, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Allah thot në surën Fussilet, ne do t'ju bëjmë atyre ty njerëzve të mundshme që t'i shohin argumentet të tona. Kush don mi pa, ose ka njerëz që s'dojnë mi pa ato. Po na po flasim për ata që dojnë mi pa argumentet e Allahut subhanahu wa taala ku në horizont. Po çillin. A është argument ndryshimi I ditës e natës? A ka ndodhur ne atë pej pezojmë që tu ku jena na bash, po valla ndodhi veç ditke. Ser nata hiç. Kish harru dikush me prunat. Ja, precizitet. Edhe kjo fakt me ndryshimin e natës edhe ditës çka ka fakte për ata që kanë mend. Allah thot ka argumentet tona në horizont dhe në veten e tyre. La ilaha illallah. Në veten e tyre deri që tu bëhet e qartë se ai Allahu subhanahu wa taala, ai Kur'ani që ka ardhur aty është çka? Është I vërtetë, vetveten e njerëz, kjo në njerëz, apo sa I përsosu më njerëz, vënë vetë shuplakën e dorës, vetë shuplakën e dorës. Shuplaka e dorës a ka nyje? Ha? Po, ki nyje pse? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 nyje jon në shuplakën e dorës. A di që Allah subhanahu wa taala me të pakriju ty dhe mu pa nyje, që shlish me dora. As kështë bujt me kap, as kështë bujt me lëshu. Kush e boni këto me levizë? Çfarë përsëshmërije? Mos dikush çfarë eksperti e mora dhe e marrëtë. Ja wallahi billahi jo. Këto u krijuan kur na vet ishim në mitrat e nanave tona. E ki pa fëmijë sa të bëre me këshyr. Edhe e ki pa sot që të po du me ndërlidh. E ki pa kur vinë dhe si skandije edhe jonë ignoranta për balë fesot. Hoxha, vesh e po me qysh më rehoq, pe merë vesh e doktoresha, qa o djale o qik. E Allah po thot ajo gajb. O I shkret, gajbi o dilloje. Është e fshehta relative edhe e fshehta absolute. Hajde të kallëzojmë doktor neve, qa ko mu bo me tërguaj për në tërgu neve për shembull, qa ko mu bo në bas 50.000 vjetëve. Hajde të tërgojnë ato. Hajde të tërgon dikush dhe del në tërgon neve, që tash më mujt me në tërgu neve dhe më thonë se qysh, qka jonë të mendu në qtashën në vetën brendën teme. Allah subhanahu wa ta'ala e ka bo, Allah që më dhëtë, se nurihim ajetina, kena më ju jep në atyne, kena më ju jep atyne, kena më ju botë mundshme, qoftë në horizont, në qoftë vetë vetën fakte për eksistencën e tonë. Sëtë Allah subhanahu wa ta'ala në zemonin tonë, ka që aparatur që njeriu mundet me hinë trupin e njeriu, ato që ashijet që ta zemra me çfarë forme e ko? Na mundën me mendu dhe valla po, a ma ki pa kur po të vetë tha, valla ka filoni mare, se s'po du me përmend me emen, se di me emen, me mbi emen, që ka vdek para 1 vjet 2 nëse s'ka bëjë, zdi halaj bo 2 vjet ma pak, një vla jo një musliman,
karnu me një valvull. Me një valvull. E zemra e ka veç një valvulla? Sa valvulla i ka zemra? Ha? Falë më rëbur? 3. A ba përse? A ma mundet me po dikush dhe po, ka aparatur që Allah subhanahu wa ta'ala ka dosh neve që diçka prej të fshehtës relative me po dhe fmin në barkun e nanës. A ma hajde të kalzon, dhe të kalzon doktoresha. A mundet me në kalzon doktoresha në ditën e 2 shtatë zanis me në kalzon këmë kënë djalla qik? Mac. Kësa e dhe veç mac. Ja, s'mundet me e kalzu. Ja, o Rabbil Kabe s'mundet me e kalzu. Ja, pasha zotë s'mundet. Ja, s'mundet o Rabbil Kabe pasha zotin e qabes. Dhe të ranohën a vëllë. S'ka me mujt me kalzu në ditën e 2. E ki pas kër shkon tash në këtë zemonit tonë. A, ish beq të atë zale. Thusht i ka me linë Salahuddin Ejubit. Kur del qëfar sharlatani, del qëfar trullani, a to dhushon ava jaram, ava që ke qpija, a to daseve, ani dhe mirë bani s'ka gajle, a to më gzim, du të më gzu. Ama, hajde ti, në dytën e dytë, kalzana gjinin e qikës, ose djallit, kalzana qik ose djallit, kalzana kështu e asashtu. Se den o Rabbil Kabe. Pse, se Allah ka vendos, ka thonë, kur vjen dita e 120, kur vjen dita e 120, Allahu ja dërgon qa shpirtin, ja dërgon dhe më thonë 4 gjera, ja dërgon shpirtin, ja dërgon riskun e ti, kalzon e gjejle ti sa ka mërnu, healthy, sa po ha healthy, o ha sa dush healthy, miro me hongër healthy, miro mu ushqy natërshem, miro mu ushqy bio, ama ki me vdek, i në ke me jitu e i në me jitu si a i shejki, a i hoxha, një hoxh, e komune në Twitter e për cili, e kish bo në gjatë shumë i dërëzal njësel. Fa, nëse njeri tha qohët në mëngjez edhe han një mango. Tha tani tha në drek, i merë tha një 4-5 kokra, fistek edhe badem. Tani tha kur të vjen koha i kindis, tha e merë apet e han një portokall, një banane. Tha qështu e kalon me jetën, me gjëra bimore. Tha ma njaci se dim, ndoshta mundet me dek njaci, ja pëton. Sa o dek, unë nuk parod, jo. Mu me qyr njeri shnetin e ti, mu kujdes mirë okej, ama me bo me ndu dikush, se unë e pa ha healthy, e që ka healthy, ka me mbo me e tu mu magat, ti e mushrik billah. Nëse dikush me ndonë se ushqimi ta zot jetën, a ta pakson jetën, ti e pa besimtar. Se ti kur e ushqim mas healthy, je kom, në fetusin e, do të të në mitrën e nanës, a ti fëmija që ushqehet. Merë një këshirë një apëtan. Kur nana han qebapa, han biftek, han taraker, ati fëmi si shkojnë vitaminat më të mira për mes zorës, që është e ndërmi zora e trash, do më thonë që është. Vitaminat më të mira i shkojnë. Ama tu i hongër vitaminat më të mira, i vjen me lejku i vdekës, thot, ki me vdek që dit, ja cakton kur ka me vdek. Po, që ka në përzjerën e njerëzve, është në përzjerën e tonë, që tje që Allah ka caktu, a dojmë me jetu me shëndetëshem, apo me mundime. Wallah, dikush që i hanë keq, mos për që ka me jetu shëndetëshem aj. Se i vinë sumujt e këtë, po ato, apet sa apet, jonë caktu për Allah, subhanahu wa ta'ala, ama vdekja, as nuk te e pave që po du, se konë pas njëtë, pa shazot, po s'konë qarëve, se du të me folë hakin du të me thonë. E pave këtë gazetarën që vdish. E pave këtë gazetarën që vdish, që për fatë kesh, unë e di që reagimet e plët vllaznive tonë e kanë bërë reagim dashuri për fesë. Nuk na vjen neve lezet me na shoh dikush fen. Nuk na vjen lezet dikush botall për fesë. Por ne po tu me bëvesh një pyetje për Allahun. Ata mërmendja se që gazetari nuk kish me dek. Mos mi pashkruaj ato komente që ka bëu Hajgara. Wallahi si shkruajti ai dekën e ka pas saktuar. Sa mos bëhem gazi i dunjas, se disa tha, e pove, ka bëu Hajgara me fen o dek. Qa njeri bën hajgare me fejnë, me anis kështu më konë kjo puna, po kuptan? Po, ata që bojnë hajgare me fejnë, ata e në mushrikin. Wallahi me nëzonë vdekja, po kuptan? Kanë mu denu fartkesht Allahu subhanahu wa ta'ala. Ama ndo më thonë, mës të bojmë në hajgare Allah, këtani me dalë dikush me bo hajgare me fetar, me thonë që sa cektë në mendja, po kuptan? Sa fëmija po vratë, ajo vra ma shumë se 8.000 fëmija atje. Ajo vra ma shumë se 8.000 fëmija atje. Pse Allah subhanahu wa ta'ala, pse Allah nuk reagon në këto? Që thot Allah në surën Ibrahim,
ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. Tha mos mendo, tha, mos mendoni ju, tha, se Allahu është përkujdesur përballë veprave të zullumçarëve. Mos kujtoni që ata 8.000 fëmijë që kanë vrarë atje në Gaza, Allahu është përkujdesur, po çka? Inma yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar. Tha po ai vanon ja jep një afat. Për çelën kohë, në ditë kur do t'i zgugurdhohen sytë e tyre. Kanë mjë zgugurdhu, vallahi billahi, po krejt ata që kanë bo zullum, e kanë derë gjakën e njerëzve me të patë drejt, kanë vëran njerëz me të patë drejt, vallahi dhe mëse marshin dënimin dynja, wa rabbil kabe në akhirat kanë me marë, pasha Allah kanë me marë në akhirat, edhe hiç s'kanë me shpetu asaj, sa Allah po thot, ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء. Kur kanë dalë para Allahut, kanë me dalë si të pushtrum, me kokë të ulura, zemrat kanë mi pas sot Allahu, wa afidatuhum hawa, zemrat kanë mi pas të shtume pitmerit ditës kiametit. Kojo Leninat, kojo Stalinat, kojo Firaonat. A di që ka po Firaoni? Allah e ka përmen Kurani, ka vrof mitë so kanë dalje, dini në gjarën e Musa a.s. E ka po një ndër, kërë ka thonë, se cëllit fmi që linë shko prejeni. Qa ka mërë fmija faj? Që si Firaona, kia dhe zëbonin tonë? Ama, a mendon që si Firaoni sot u dënu në atë bota, o rabbil kabe o shtu dënu. O rabbil kabe o shtu dënu, pasha zotin e qabës. Edhe shype se kem në të puna, se Kurani në ka paralemur për të punë. Sunneti në ka paralemur për të punë. Për ata shty du të me pas kujdes. Edhe na vëllojmë, e fshehta relative, mos pastron dikush. Ja tha po din, s'jon të ditë kur gjoha ata pi botës, pej të fshehtes, se çka tham, jon dy të fshehta. Gajbi ndahet në dy pjesë. E kanë nda ulemate akaidit, besimit. Kanë thonë e fshehta relative, gajbul nisbi, edhe kanë thonë gajbul mutlak, e fshehta absolute. Çka kjo e fshehta absolute? Gajbun la yastati'u al-insan at-ta'arrufu ala ma fihi mahma ittesa'at da'iratul ulum. Thot është botë që njeriu nuk ka mundësi ta kuptoj këtë botë sade që dija e tij është e madhe, sade që ai din rreth shkencës, rreth dijes, nuk mundet me marrë vesh këtë botë përveç se mes dy rrugëve. Cila rrugë? Rrugës së shpalljes, që Kurani, wahi, edhe sunnetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që ka fol. Nëse ka fol Kurani dhe sunneti për ato, mundet me marrë vesh ky njeri. Si për shembull, ku e kena marrë në vesh se Allahu i posedon 99 emra? Kush e din? Ku e ke marrë vesh? Pre kuj? Pe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë, inna lillahi, Allahu thot, posedon 99 emra. Edhe na i dim emrat e Allahut subhanahu wa taala. Allah, që është emri më i madh, El-Hayy, El-Qayyum, El-Hayy, El-Qayyum, El-Mudabbir, El-Qahir, Qahhar, Jabbar, Alim, Alimu Shahid wal-Ghaib, Alimu al-Ghaib wash-Shahada. Hon shumë emrat Allahut, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rauf, Al-Latif, Al-Aziz, El-Ghaffar, El-Qahhar. E shumë emra. Ku i mësu këto? Prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për atë arsye njeriu mundet me mësu për emrat Allahu, për cilësive të tij, me mësu për kanë, për botën e melajkeve. Ku e morëm na vesh që është Gjibraili, Mikaili, Israfili, Melekul Mauti, që na ka fol Kurani, na ka fol sunneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Si kem kuptu ndodhit e xhennetit, ndodhit e xhehenemit, na ka tregu Allahu në Kur'an, na ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Që e kom kuptu shpërblimin, dënimin prej Kur'anit, prej sunnetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Para të Allahu subhanahu wa ta'ala, që që thot fillam e hap Kur'anin pas surja e dytë në Kur'an, që surja Bekare, Allahu e fillam kështu thot Alif Lam Mim, dhalika al-kitabu la rayba fi, hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, Allah i përmend, ju mundu mu fesirint, komentus mi jep kuptim, edhe në kom thonë për veti, unë e vetë kom thonë këto, pëmendjes teme,
ndash pëse bërëni, kom thonë këto e nakauta për njerëz të dijes. A ke po njeri që ka dije që mëson atin, kur lexon shumë, mëson shumë, ndëgjon shumë, ka një herë të vjen një farë përshtypje se ki lexu këto e pedin këto. Hajt Elif Lam Mim kallzona çfarë. Hajt për ti që po dishre, që ku ke imagine. Hajt kallzona çka është Elif Lam Mim. Kjo Allah ka dashur me të kallzu se ti edhe dijen që e ki, dija jote është e mangët. Është dikush që më i ditur se ti, ka gjëra që ti s'dim për to. E një ndër to është edhe Elif Lam Mimi. Pastaj Allah subhanahu wa taala vazhdon dhe thot: "Dhalikal kitab", ky është një libër fol për Kur'anin. La raiba fi, që s'ka fshime në to, s'ka dyshime në to. Hudan lil muttaqin, po është udhëzim për muttaqin. Kush ka këta muttaqin? Kush ka këta muttaqin? Alladhina yu'minuna bil ghaib. E para që e besojnë të fshehtën. Allah me papa njëzimi madhërinë e Allahut me sy. E pa Allahun me sy s'kish bet kush pa bën. Kush s'kish mes mbet pa besu. Që Allahun, jo veç Allahun, o xhenemin veç me pa. Veç xhenemin një kresave të Allah. Wallahi billahi s'kish me mbet në fytyrë tokës njeri pa besu. Se nesër në ditën e kiametit, kur Allah subhanahu wa taala e urdhëron me lajket me marr edhe ngrehin xhenemin zvar, që i ka 70.000 litar, e nëse cilin litar jon ka 70.000 me lajke që e ngrehin zhag xhenemin, për një moment të t'ju ik xhenemi pi dorëve, ju ik me lajkeve. Edhe mësyn me i kallë njerëz në mahshar. Mësyn me i kallë njerëz. Këtër Allah subhanahu wa taala e shkel xhenemin me komen e ti. Thot ku përshkall? Edhe xhenemi thot katin kat ka në hadith, thot katin kat ball o zot ball. Thot kusht urdhoj ty me i kallë njerëz. Që shka i thot xhenemi? Thot ja Rabbi, pi xhelozisë që kom ndaj teje. Thot se ti ju ki jep këtën në dynje, e këta ka faledru dikon tjetër. Që ta përdu me i kallë, ja Rabbi? Hama, kur kanë me ndi gërhamen në Zukhruf, në surën Zukhruf, kur të ndin gërhamen e xhenemit, kejti njerëz, Allahu na forcoft atë dit, ja Rabbi na forcoft. Atë ditë thot kur kanë me ndi gërhamen, se 2 herë ka mu ndi gërhamen e xhenemit. Kur e ndin thot njerëz gërhamen e xhenemit, krejt njerëz mahshar i lëshojnë komt. Për jashtim disa njerëz nuk çka besin komt e tyre, që ata pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka porosit me lutje, ka thonë o ti që i rëshqet këmbët, na i forca këmbët tona. Edhe du të me boke, du të me thonë o Zot, forca mi këmbë ditën kur kemë me dalë para teje. Se kanë me rëshqit këmbë, në këtë dynje, hajt, se dojë hona zgona dhe i folë, dynje e lëshon guën, hajt ti kolajo, hama atje, hajt atje kur dalim, atje pak, kogja problema, shalta. Allah subhanahu wa ta'ala tregon tha alladhina yu'minuna bil ghaib, ata që besojnë të fshehtën, wa yuqimuna as-salat. Çu kush kanë të përkushtumt. E para, sifati i parë tyne e besojnë të fshehtën. I dyta e falin namazin. Wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Edhe ata që na ju kemi jep, thot ata japin është fjala për kon zakatin. Këto janë cilësitë e kuj atyre të përkushtumve që ndjekin rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Do të thotë bota e barzahut dashurit e mi është botë që është stacioni i parë i ahiretit, është stacioni i parë i ahiretit. Kemë arrit tek pyetja 36 ku thot hal amwat fi barzakhihim ya'rifuna shay'an an ahwali ahli ad-dunya. Thot të vdekurit në barzakh, a din dish nga lajmet e kësaj bote. A din diçka, do të thot banorët e barzakut që kanë vdek, diçka për banorët e kësaj bote. Pa dyshim se po. Tash kemë kuptu, kemë lexu argumentet shariatike që na tregojnë do të thot këtë realitet që të vdekurit prej besimtarve. Ta kuptojmë, të vdekurit prej besimtarve, kjo veçori e besimtarve. Jo çdo kush që ka vdek, jo, besimtarët që janë mu'mina kanë vdek, edhe ata do më thonë,
janë në Barzakh e kanë një veçori. Veçoria e tyne, çka është? Veçoria e tyne dashurit e mi është se ata do të thotë marrin lajme piksoj dynjaje, do të thotë për të afërmit e tyre. Argument për këtë është fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ky hadith gjendet tek Imam në Musnedin Imam Ahmedit rahimahullah dhe Sheikhul Albani rahimahullah, hadithin e bën të vërtetë, thot hadithu sahih. Thot inna a'malakum, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa ashairikum min al-amwati fa in kana khayran istabshiru bihi wa in kana ghayra dhalika qalu Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaytana. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, veprat e juja i ekspozohen familjarëve të juj të vdekur, akrebave në radhë të parë falemni, i ekspozohen akrebave të juj, familjarëve të juj të vdekur, fa in kana khajran, nëse veprat e juja jonë khajr, ata gëzohen, dhe ju vjen si përgzim për ta. Wa in kana ghayra dhalik, e nëse veprat jonë jo të mira, veprat këqija, atëra ata shka bojnë dua, thojnë Allahumma la tumithum, o Zot, thot, mos i bë ata me vdek, derisa nuk i udhëzon ata qysh na ki udhëzu neve. Subhanallah. Interesant apo? Thot bojnë dua të vdekurit prej besimtarëve, edhe njerë e potencoj, se kom thonë disa herë, për ju këto edhe për tjerë ka njerë kur pëm pysit, tash kur peshojnë në rrjetet sociale ligjërate, ta ne vim pyetjet hoq, për ju thonë, këto ligjërata duhet me ndëgju rend, se ka se cila e ka lidhshmërinë me tjetrën. Nuk bën një me ndiku e 5 milion, tani s'dit çka ka puhet. Se lidhshmëria e kjo në formën e pyetjeve, ama temat jo të ndërlidhme njëna me tjetrën. E ne kena përmend se kjo veçori e besimtarëve. Veç besimtarëve Allahu jep këtë mundësi. Veç shpirtat e besimtarëve takon, e kem kuptuar, do të thotë para 2 javë kur kem fol. Jo javën e kaluar, po para 2 javë e kem kuptuar se shpirtat e besimtarëve çka takohen, edhe kur të vdek dikush pi besimtarëve, besimtarë që kanë vdek para ti e presin me marr lajme prej ti. Kështu e kem përmend kush ka qenë. Meni, në këtë hadith pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po na tregon se të vdekurve prej akrebave edhe prej familjarëve, besimtarë që kanë qenë, ju ekspozohen veprat e banorëve të dunjos. Nëse këta që janë në dunjë, që halos kanë vdek, janë vepër mirë, ata gëzohen edhe vjen një lloj si hariqi aty, një lloj përgëzimi. E nëse thot ata janë vepër këqi, ata bojnë dua, thonë o Zot, mos bata me vdek derisa ti nuk i udhëzon. Sa ata e kuptojnë botan në Barzakh, unë disa herë kam thonë opton. Njeri sa është gjallë, edhe la pejshohim do që si që po na dalë si sharlatana, folin fjalë të mëdha opton. Kollaj tash me fol, apo ti je gjallë, fol, besoj, ban, jo kjo feja kështu, ani falte. Ama kur të vden vdekja s'ka mo tani. Ja s'ka me thonë tani, o Zot, ja se kom dit. Ja e ke dit vallahi, e ke dit, që po thotë doktor Shergjeti, e ke dit. Po e ke dit. E ke dit vallahi po, se kanë ardhur pejgambert, e me pejgambert kanë ardhur libra, ka ardhur Kurani nuk kalon detaj po e spjegu. Kurani ka tregu qartë asi se ai që jam syna asaj dynjoje po i mon në fund xhenemit ka me shku. Qartë kjo s'është, ky nuk ka qëndrimi hoxhës. Jo, këto janë qëndrime parime fetare. Por me hin xhennet ka kritere. Kriteri i parë duhet me kon çka? Musliman, me shqiptu dhe me dëshmu fjallën la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, a veç kash me punu me ta, se me shqiptu kollaj me shqiptu. Disa e kanë boni keq kuptim. Mendoj që Islami veç me thonë, unë e musliman edhe kry. Tani as nuk falet, as agjeran, as bën vepra të mira, as ruhet pi harameve. A thonë unë e musliman, besa e ki pas farë guximi marrin? E ki pa guximin? Tha unë e musliman edhe më mirë se ti që falesh ti. Mashallah të koft. Ku po të shkruan? Mballë të shkru, të gjeti musliman më i mirë. Ja, Allah, billahi, kurrën e kurrës, nisi e musliman më i mirë, sa e që falet. Kurrën e kurrës, hiq. Atina i më i keqi për aty dhe, se kondo është atë disot këshi që i falen, që i më i keqi që është atë, më i keqi, ajo më i mirë se ti.
Allah subhanahu wa ta'ala I ka dalu ehlul iman, ndjekësit e imanit edhe ata mos ndjekësit e imanit. Por atë arsye, shikon këtë hadith dashurit e mi, këtu ka do të thotë një begati, begatit e shumë të begatit janë të shumë të dashurit e mi. Shikon besimtari, subhanallahu el-azim, besimtari në dynja përfiton edhe prej kuj? Edhe për të vdekurve përfiton. Edhe të vdekurit bëjnë doa për besimtarin. Allahu ma bofi besimtarëve të mirë, ya Rabbel alamin. Po ashtu ka në hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadith transmeton Abu Huraira, thot wa innal mu'mina yus'adu bi ruhihi ila as-sama'i fata'tihi arwahul mu'minin فيستخبرونه عن معارفهم من أهل الأرض فإذا قال تركت فلانا في الدنيا أعجبهم ذلك وإذا قال إن فلانا قد مات قالوا ما جيء به إلينا. Ndëgjajt është këtë hadith tjetër dashurit e mi, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shpirtat e besimtarëve ngriten lart në qiell. Ngriten lart në qiell. Kur të ngriten lart në qiell, thot atëherë fata'tihi arwahul mu'minin, ju vin shpirtat e besimtarëve. Kur të ngriten në qiell, vin shpirtat e besimtarëve të tjerë që kanë vdekur para këtyne. Thot edhe atëherë I pyesin, që kjo e tema jonë që I pyesin thot për banorët e tokës, kush janë gjallë. Që kanë përmend në hadithe tjera, çka ka bëu filani, o martu, aso martu. Këto kretë vin pyetjet që janë ardhur. Hadithet janë të vërteta. Thot nëse ata ky I vdekuri që ka ardhur, taze I thot I kena lënë dynja, ata thot gëzohen. Nëse thonë se jo ata kanë vdek, ata thonë të na nuk kanë ardhur, në transmetim që e kena përmend që kanë thonë inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, te Allahu të jemi dhe te Allahu do të kthehemi, pas kanë shku në Hawiya. Te nona e tyne Ummu Hawiya. Kusha Ummu Hawiya? Hawiya që kënë thonë është një lloj pillëve të xhehenimit. Dhe bek ata jonë xhehenem, Allahu na ruaj prej zjarmit të xhehenimit. Tani pastaj është një hadith tjetër që ka përmendur autori I librit, thot an Ayub al-Ansari radhiyallahu anhu qal idha qubidat nafsu al-abdi. Që tash ky hadith po na tregon diçka më shumë. Thot kur të merret shpirti I robit. Abu Ayub al-Ansari po tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka ka thonë, kur të merret shpirti I robit, talaqahu ahl as-sama, ahl ar-rahmati. Ata e takojnë kush? E takojnë ata që janë pjesë e rahmetit Allahut subhanahu wa ta'ala, min ibadillah, robt Allahut që Allah I ka mëshiruar ata. Kama yalqawna al-bashira fi dunya, e takojnë ato që takuat si kur të vjen dikush që do mi përgëzut. Ja po kur të vjen dikush e merr vesh ka bardh I liri me të përgëzut diçka. Çu je pret I lirin? Oho, ben se pret se ti që komë të gëzut diçka. Komë ta pruni lajm të mirë. Edhe thot ata I presin kështu, e presin se kusë në dynja që prihet ai përgëzuesi që vjen. Fa yuqbiluna alayhi liyasaluh, e takojnë ato, shkojnë shpejt për me taku, thot për me pyet. Çka me pyet? Fa yaqulu ba'dhum li ba'din, ata I thonë një tjetrit, ata që kanë vdekur më përpara se kë, undhuru akhakum hatta yastarih, lani thot vllahun e juaj derisa të qetësohet pak, dhe të pushon. Fa innahu kana fi karbin, se ky ka qenë në dertet e dynjas. Dynjaja ka derte. Atje s'ka derte vo. Atje zotë, aty ku s'ka derte atje. Zoti na ruaj. Me bo me hin xhenem që kjo derte më e madh. Ndërsa nëse I shpëton xhenemi, ti shpëton, s'ka dert bo atje. Po të leni vllahun e ju të pushon, se ai ka ardhur prej gajleve të dynjas. Fa yuqbiluna alayhi fa yasaluna ma fa'ala fulanun, thot e presin e takojnë dhe e pyesin, thonë çka ka bu filani? Ma fa'alat fulana, çka ka bu filania? Hal tazawwajat aw martu? Fa idha sa'alu an rajulin qad mata qablahu, ana sa pyesin për një njeri që ka vdekur para këtij, çka I thonë? Innahu qad halak, thot ai ka vdekur. Ka vdekur thot ai. Fa yaqul inna lillahi, fa yaqulun inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Thon te Allahu jemi, te Allahu do të kthehemi, te Allahu jemi dhe tek ai do të kthehemi. Dhuhiba bihi ila ummi al-Hawiya. Thot pas ka shku ai tek nana Hawiya. Hawiya çfarë thashti kur përpara që e përmenda, është një lloj pillojeve të xhehenemit. Fa bi'satul thot sanon e keqe është ajo. Wa bi'satil murabbiya,
e sa edukatore e keqe është. Ku ka xhehenem të mirë? S'ka xhehenem të mirë. Fa yu'radu alejhim a'maluhum, ju shfaqen, ju ekspozohen aty në veprat e tyre, fa idha ra'u hasana, kur i shohin ata që janë mirë, gëzohen, ndërsa kur shohin që janë do të thotë veprat e këqija, ata mërziten për ta. Pastaj ka në hadithin e Ebu Dardas, që është hadithi i fundit në këtë pyetje në 36, 37 realisht, jo 36, mirë thash. Është hadithi e Ebu Dardas që thotë: Inna a'malakum tu'radu ala mautakum fayasurruna wa yusaun. Thot veprat e juja, tash ky hadith na tregon diçka qartë tazi. Veprat e juja thot ekspozohen veprat e juja thot tek vdekurit. Ato ekspozohen. Baba ne Allah vëllai që se kjo el shej bateria pse ke mbush me Zoti boft rahmet. Sali nëse e shonë njerë mërë ti për para se të bëjnë dy shkallën se s'kon çaj bëj. Ka thot në hadith, thot e përmend Ebu Dardaja, thot veprat e juja ekspozohen, ju ekspozohen të vdekurve të juj. Veprat e juja i ekspozohen të vdekurve të juj. Ata gëzohen edhe hidhrohen. Gëzohen kur janë vepër mirë, kur janë vepër këqij, ata hidhrohen. Autori i librit thot: فمن هذه النصوص يتبين لنا أن الأموات في برزخهم يطلعون على بعض أحوال أهل الدنيا. Për këtyre argumenteve thot na çartësohet neve se të vdekurit në barzakhun e tyre, atëra ata i shiqojnë disa thot prej veprave dhe prej gjendjes së banorëve të dunjos. Pyetja e radhës që është pyetja 37 falemni. Thot hal maqamatul mu'minin fi na'im al-barzakh mutafawitatun bitafawut a'malihim fi dunya. Thot pozitat e besimtarëve në begati, në begatit e barzakhut, në jetën e barzakhut do të thot, a dallojnë sikur që kanë dalluar në dunjë me vepra? Po dyshim se po. Si në dunjë, besimtarët a janë të njëjtë me vepra në dunjë? Jo, s'jon. A janë të njëjtë me iman? Njëjt, imani Ernesit, imani Hoxhës, me imanin e Ebu Bekrit njëjta? Jo, pasha Zotin jo. Jo, vallahi jo. Jo, billahi jo. S'mundem na me mbri veprat e Ebu Bekrit që i ka po. Imanin që ka pas Ebu Bekri. Rasuli ka thonë sikurse me vendos imanin e Ebu Bekrit një anë të peshorës edhe imanin e këtë ummetit në anën tjetër, çka kish më hamujt imani e Ebu Bekrit. Çfarë? Sa imanli i madh kon. Sa imanli i madh kon, radiallahu anhu. Pa dyshim se besimtar dallojnë, thamë dallojmë në pozita në barzakh. Dallojnë. Begatit në barzakh, në jetën e barzakhut nuk i kanë të njëjta. Dikush ka më shumë begati, dikush më pak. Tash kemë me kuptu. Allahu në Kur'an thot: Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, hum darajatun 'inda Allah, wallahu basirun bima ya'malun. Allahu thot tek Allahu ata kanë shkallë të ndryshme. Allahu i sheh të gjitha veprat që ata i bojnë. Këtë veprat Allahu i sheh. Edhe Allahu sipas veprave të dashurit e mi i dallon njerëz. Merë sa listo se Zoti boft rahmet me këtë tripoda, si tripoda 2 eurove. Merë rasali, ndreqe bon halë që është këtheo të ndinë dhe ata. Allah i boft rahmet. Thot Allah subhanahu wa ta'ala: hum darajatun 'inda Allah, ata kanë shkallë të ndryshme te Allahu. Allah i sheh të gjitha veprat ata që bëjnë. Ahlul iman yatafawatun. Besimtarët kanë dallim në shkallë. Tash kemë me kuptu. Që ajeti tjetër surën An'am që thot Allahu: wa likullin darajatun mimma 'amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Allahu thot se cili do të ketë shkallët e tij sipas veprave që ka bën. Sipas veprave që ka bën. Zoti yt nuk është i paditur për veprat e tyre. Zoti yt nuk është gafil. Nuk është i shpërkujdesur për ballë veprat që ata i kanë bën. Tash du me përmend një ngjarje, kisha pas qef me ndëgju këtë ngjarje. Është një ngjarje interesant që vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka treguar, dhe ky është argument që dallojnë shkallët e besimtarëve, mu'minave në xhennet.
kur një prej sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e ka pas emrin Haritha. E ka pas emrin Haritha. Harithatu ibn Suraqa al-Ansari. Harithatu ibn Suraqa ka qenë një djalë i vetëm, nana e vet e ka pas veç këtë djalë. Edhe e ka dasht shumë Harithin. Shumë e ka dasht. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka shku një prej luftave, ky ka shku me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe kjo është fjala për cilën luftë? Për luftën e Bedrit, lufta e parë. Realisht lufta e Bedrit, dashurit e mi, ju gjetë dini, nuk o konë qëllimi i luftës. Çka ka ardhur, kush e din, bëma Allah, po kam qef se këto duhet me ditë. Po flas ata që janë më të vjetër, që kanë lexu. Këto kush e ka lexu? Çfarë po të më tregu? Kush e ka lexu? Nektarin e volosur gjendetit, s'ka qare po e ditë pyetjen. Kush e ka lexu? Ama e ka lexu me men, ka daldale. Lufta e Bedrit, çka thash? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me 312 ushtara, po 13 që shka transmetimi, a u shku me bo lufta jo? Së shku me bo luft. E pse ka ndodhur lufta? Si shu ardh kjo? Pse o ardh? Qysh ardh? Kush dit me më kallëzu? Kush e ka lexu luftën e Bedrit? Që ta shë afroa përgjigjen më shumë. Kush e ka lexu luftën e Bedrit? Që aty është përgjigja. Qysh ka ardh shkaku i Bedrit? A din dikush? Haj? Ka që kjo është me folë pa dije. Librin se kom lexu, po ndoshta e di. S'kan kështu osë. Do të me lexu librin, po Baxhalaki, Baxha, po do të me lexu librin. Çka është shkaku i Bedrit? Vallai, po kjo në qërë tash unë pak, ti e dini, mu më bojnë nervoz të otën. Se si jam të vetun e asë në farajt, në trashëgimi, e asë jam të vetë në shqit blerje, pyetje të roda. Këto e pyetje elementare. Që ne e sërë fëmija, ju të mu dhe të pytë. Tasha, i po në Ramazan, non-stop del në për PIS TV, në për tjera del filmi Omerit, e jeta pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ai djalë të nxit, top lufta me thot, po ço Bedri. Bana është pas me pas, edhe kush se ka librin në këtar i volosur i xhennetit në shpeu në bendoj që ai kur gjos ka në shpe. Duhet me blej këtë libër, 10 euro, 12 euro dhe me marrë me lezu ka daldale që si propozim për jep hoxha. Propozim. Me i marrë grune dhe fëmin, gjdo natë zotit, jo gjdo natë, se s'mudem në gjdo gabova, stakfërullah, jo be gjdo natë. Njerë në dy ama mos mja huq. Me ullë grune dhe fëmin, edhe me thonë, për i lezëm ka 10 flet. Ka 10 flet. Lufta e Bedrit dashurit e mi ka orë si rezultat se mushrikint çka kanë bo kur kanë bo hijret sahabet? Kanë jep urdhër me u marrë shtëpiat në Mekë. Me u marrë pasurin. Kur ka ardhur Ebu Sufjani me karavanin, me mallin e Kurejshve që ka shku në Sham me bo tregti, tu kthy pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thotë çka? Mall për mall. Mall për mall. Delni ka thonë, edhe jo ndal. Kur kanë ardhur lajmi atje, ka ardhur lajmi në Mekë se Muhamedi me ushtri o dal, jënë nisë prej Mekës ushtria. Ebu Sufjani u ka që lajmin, ka thonë, malli shpëtoj, s'ka nevoj me bo luft. Ebu Gjehli e tjerë ka thonë, ja, ka thonë, nuk i takon, ka thonë, neve, nuk na takon, ka thonë, na me dal prej shtëpiva tona me luftu Muhamedin, me luftu e mos me bo luft. Ose kena me ndaj 3 dit, kena me i therë 1000 deve. 1000 deve kena me i therë, kanë me undi kjo në gjarje, këtë Arab kanë me ndi. Kure ka pa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, atëre ka ardhur momenti 300 që ata ka plot sahabe që zemra ju ka qapë se sokon në aty mesin aty në 313-ve. Kush sokon? Khalid ibn Walidi. Khalid ibn Walidi vonë leo, Khalid ibn Walidi. Dikon ma i madh se Khalid ibn Walidi. Ha? Osmani radiallahu anhu. Edhe khavarish kër e kanë akuzu një pi akuzave që ja kanë bo Osmanit, që i ka dhonë Osmanit, ka thonë ty s'ke marrë pjesë në Bedër. Ka pas për sahabe që s'kanë marrë në Bedër. Vesh 313 sahabe në konë. Edhe në luftën e Bedrit një për të në konë edhe Harithatu ibn Suraqa, i vetë minanës. Edhe ju e dini që luftën e Bedrit
Edhe muslimanët kanë pësu. Edhe muslimanët kanë pësu. E një pejt pësumve të muslimanëve o kon Harithat ibn Suraqa, kur ka orë Rasuli sallallahu alaihi wasallam Medine, se jo, Bedri është diku 170 parafasisht, po thëmë, 170 kilometra për Medines. Kur ka orë Rasuli sallallahu alaihi wasallam Medine, kanë dalë që cilë për pret familjarën e vetë, që kanë di që kanë ndodhur lufta, o dalë nona Harithit. Nona Harithat ibn Suraqa, o dalë për pret pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur e ka pa Rasulin alaihi salatu wasallam, ka thonë, ja Rasulallah, se përshë djallin e vetë, e vladin e vetë, vetëmin, një djallë, një, që dhëmë dritën e synit, speshe, tha ja Rasulallah, kalzon për Harithin, se e mërë vesh jo dik, tha kalzon për Harithin, a është në gjennet, e nëse në gjennet, ta në kom e bu sabër, a tha nëse së është në gjennet, vëllaj, tha që shumë kom e kojt kanë me marë, vesh këtë Arab, sa kom e bu vojën e për ta. Atë Rasuli ka thonë, ja Ummu Haritha, o nëna Harithit, e gjelinti, a ke lujt, a nuk ki menti, a mendon që është një gjennet, bel hi e gjinatët, gjenneti nuk ka një, po ka shumë gjennete, wa inna Haritha e sabet Firdaus al-Ala. Tha Harithi e ka godit Firdaus al-Ala, tha unë Firdaus. Atëru që të su nëna Harithit, edhe kejt vallaj kanë lakmu Harithit. Edhe na i lakmojnë, paramendojnë Firdaus al-Ala, ja Allah, në bënasi Firdausin. Në Firdaus al-Ala, pika ma e lartë e gjennetit, Allahu në boft nasib, gjennetin, ja Rabbel Alamin. Parat dashurit e mi, është një ajet që s'kom qare, po e përmen që kjo në nëzit neve me arrit, apo e arrin Firdausin. A ki qep me hin Firdaus? Nuk besoj që një besimtar thot s'kom qef. Ama hapishtash vesh të zemrës, para se me i hap vesh e kokës, e këtë ajet që ko me e ledzu, jonë 2 ajete, 106, 107, që unë besoj që shumica për juve keni ledzu për i surës Kef, në Shqip. Kur ko me ledzu në tash, keni me kuptojnë ajetet goja dashurit e mi. Që kjo garantë, kush dënë Firdausin me prek e me hynta, që ka thirë kjo ajet me bo për me arrit Firdausin. Thotë Allahu të baraka wa ta'ala, inna alladhina amanu. Allahu akbar. Apet po këthejmë, s'ka po besim gjennet. Ja, s'ka. Nëse të të kur ki me hitë gjennet, po besu të karajt. Se për na dalin të rrelsa dhe për televiziora, nebe të hoxalor, pse o të hoxalor? Tha dhe krishtert, kanë me hitë gjennet, që. A veç ka, edhe jahudit, këta kanë me hi. Dej ku tha, po tha, edhe filozofi u kom pejgamber. Më të thoft, zoti gjuhën të thoft, mbesh në mendës. Këta njerës të prisht, itikad të prisht, bindje të prisht, edhe për fat kesh, ata ndëgjohen me qindra njerës. Nëse cilin live tëne, ka 700-800 njerës i për cilin. Ama këtë ka zonë se gjehenemi qështu është të për gjehenem, argat është edhe kush? Edhe shejtanin e ka argat. A gjellet azar? Gjennet azar. Andëgja e jeti të të Allahu, inna alladhina amanu, ata të cilët kanë besu. A veç kaq? Ja. Wa amilu salihat, kanë bo vepra të mira. Kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Allahu akbar. Thot gjenneti Firdaus është vend zbritja atyne. Edhe njerë. Këtë njerë. Dëgjë e mirë. Inna alladhina amanu wa amilu salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Ata që kanë besu dhe kanë bo punë të mira, gjenneti Firdaus është vend zbritja e tyre. A veç kasha? Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Ata të që ndrojnë aty përgjithmonë, duk s'ke mos dëshiruar as një ndryshim. Qa do po ndryshim matë masë e më konë Firdaus? S'ka mo shumë mo. Allahu na bo Firdausin nasib, para ti dashur jam, bën vepra të mira. Bën vepra të mira dhe bëhu për vepër mirëve. Allahu na bo për vepër mirëve, aty kja kem qëllu për mësive të Zotit, ku kem gabu është prej me dhe shejtanit, me kaq e përmbyllim temën e sonqit, inshallah ta'ala, do të vazhdojmë javën tjetër me një sahabe
prej sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që kem thonë një javë libër, një javë diçka prej sahabëve, deri në takimin ton të ardhshëm, qofshit ju edhe ne nën kujdesin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe njerë po thamë, aty ka kem qëllu për misive të Zotit, ku jem gabo për me dhe shejtanit. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wa sallamu ala nabina Muhammedin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Selamu alaikum.